kry paret. Ti ke thonë paret nuk kthehen se paret janë të popullit. Paret I kanë ardhur tina në gjithë llogarin. Po, do të thonë, nëse dikush është që do të m'ia kthye aty në paret, është 20.000. Në pjesën e dytë do të dëgjoni një rrethim që për vizuale ka babain e Granitit, por në këtë video të përfshihen edhe shumë anëtarë të tjerë të familjes. Përfshihet nana e tij, përfshihet motra dhe të gjithë kanë tregimin e njëjtë. Storia është kështu. Kur e kishin kuptuar kompania turke që familja e zotit Mürsel nuk I kanë parat, ata e kishin dhënë një farë ideje. Hajde me dalna për media, edhe me barasin sa më të madh, edhe me kërku pare për njerëzve. Normalisht familja e zotit Mürsel, e cila është në një situatë emergjente për me bë paret, e kish pranu këto, edhe pse nana e Granitit e thotë që vetë fëmia nuk ka pas qef me ekspozu për shkak që tutët që kanë me bullizu në për shkolla. Po, paret I kanë nevojit e kështu që edhe e kanë pranu këta. Qa ka ndodhë? Kanë shkuna për 3 televizionet e Kosovës, ATV-ja, RTK-ja, edhe një tjetër. Janë mbledhur çdo paret 18.000 euro, është bë pagesa atyne. Pastaj, e njëjta kompani, cila Global, I ka propozu familjes që me shku edhe në për 7 li pare. E keni dokument të Ministrisë Shëndetësisë. Por, mas skandalozi është që këto 18.000 euro, pse nuk po ja kthen kompania, është një arsye tim që lidhet me këto mediat. Domethënë kompania ja ka llogaritur si shërbim. Faktin që e kanë çu zotin Mürsel nëpër media, e ka llogaritur si shërbim të CIA Global. Tash nuk e di, a janë pagu këto mediat? Për me morë Musafir Mürselin I ka pagu kjo kompania, gjë që dyshoj që është bë. Por e vërtetë është që ato para, të cilat I kanë mbledhur nga qytetarët e Kosovës, shumica për diasporës, zoti Mürsel kur nuk I ka pa. Ato para janë në gjithë llogarinë e kompanisë CIA Global. Fillu një fushat për me mbledh paret për djalin, apo? Po. Kush e ka menaxhuar fushat? Kush u morë me fushat? Janë marrë kompania më shumë, apo ti? Jo, Dy parë. Po. këto dërgesat janë bo të one. Po, paret kanë ardhur te ti. Paret kanë ardhur të one. Njerë janë bo 10.000 euro. Okej. Edhe kanë thonë që në që ato 10.000 euro të jepëm lajmë që po jesin edhe 35. Pa pagu tash. E ja këm dërgu në ato 10.000 euro. Masa ne janë bo edhe 8.000 euro. E kanë thonë që në edhe që ato 8.000 euro të jepëm lajmë që mu mbledh ma shpejt të ishe paret se po jesin ma pak. E prikoj të ardhen para ty për këtë njerëzën për Kosova. Pej diaspore, pej Kosove këtu, pej të nënve. Për sa në mbledh ato të pare? Vallaj dikon 3 javë më Po, okej. Në ndërkohë që mbledhshin paret, edhe e bani të pagesën e parë, të pareve. Tani çush ke komunikime me këtë CIA-rin? Çka thoshin ta me bë? Masanine. Këtu Mi mbledh deri në 45, ty kanë thonë 45.000 euro, apo? Okej, mi bë. me i bo 45.000 euro. Okej, e në ndërkohë, a kanë këtë CIA-rat kanë thonë për shembull me çu djalin e për analize, me përgatit djalin për me çu atje. Jo, kur gjo. Jo, as ndaj kontroll, Hiq. as vizitë Turqi. Hiq. Ai drejtori a erdhë më këtu? Jo, nuk ardhë më. Jo. Çu shkeni përfundu tani, ju do të thoni poshtë në ATV, poshtë në RTK, poshtë disa storie që kanë dalë për djalin e juaj. A u konoja që në kodët fushatës, apo, që me mbledh paret, Po. që me posa ma madhe këto punën. Po. Okej. Edhe tani pjesa tjetër e pareve? Pjesa tjetër edhe 8.000 u kom dërgue. Okej, mas sa kohë? Me thonë mas 2 javë, dikon Mas 2 3 javë. javë. Okej. Nuk e di Për me sa qaru po bëhet fjalë për vitin 2024, apo? Po. Okej, 2024. Mbledh paret. Po. Edhe kur I mbledh paret, edhe kena pas kontakt hale për tjera se s'en kanë këtë ball. Edhe kur I kon thonën me çu djalin për ne kontroll diçka, se kanë po kur gjë, ma kanë çu, na kanë lidh me VD, na kanë lidh përmes telefonit me ne doktor. Kur ka momenti kur e keni hetu që diçka nuk është ka shkan? Diçka që të nuk është në rregull. Ato me çto letra, kur na I çun çto. Domethënë, vetëm pak, e keni dërguar 18.000 euro. Mas 18.000 eurove, e keni pasur vizitën përmes videokallit, e keni kuptuar që ai doktori nuk është hiç mjek për djalin e juaj. Çato ka filluar dyshimi ju të parë që diçka që të nuk është ka shkan. Po, por shkun, po tani na kur për
përcjellëm edhe përmes internetit, doktori nuk dul, tamam që shna vy Po. kenive, edhe Okej. marr sa në shtëpi. A keni pasi një kontratë që keni po me ata, para kesht? Që për shkakun kush shkruan, ti kemi dërguar çka shpare, masi ti qet çka shpare, kemi marrë këto, mëna ti afati kemi kontrollu, mëna ti afati Jo. kur gjë. Afat kur gjë, unë tani vetë kom lyp, kam thënë që po do me shtik djalin në operacion pa kontrolla, pa analiza, pa kur gjë. Ty djalin unë që 2 vjet më që kom kthyer pe Shkupi, që ka bënë operacion të fundit. Tash mo djalis ka aden çaj kena çon Prishtinë. Prishtina veç ta na kanë thënë që bëhet keq ama keq, se s'kishin çami. Po. Edhe tha po e morëm tha kontroll. Ja bojnë analizat që dëni. Tani masi u po haos me çto pore, ndërpretëm na me këto, Elmazi na ka thirr, hajde më ju tash në tjetër spital. Ti kontrollojnë atë djalin, ti bojnë analiza krejt. Çto pare, ju e keni dërguar në çdo llogari të CR Global që tina jo të spitalit. Ty shikoj. Po, tina. Okej. Ka më në një farë... Po, atë pse, se kë nuk është spital. Ky tipi mbledh parë, e çetë çdo llogaria vet. E ata në shkon bën negociata me bizneset me spitale të tjera në Turqi. Domethënë çështë pak a shumë skena funksionon. Kur familjet që të përjetojnë shumë sene, ka nevojë me të kallëzuar shumë sene. Por gjithashtu do të dojnë me ditë që njerëzit që ju ngojnë, ata nuk kanë kaluar në përgjithësi eksperienca që e keni kaluar ju. Për ata veç për me kuptu historinë. U ardhi dikush në shtëpinë e juaj, u prezantu për m'ia gjetë një shërim për djalin e juaj. Ju nuk i keni pas paret. Ja kanë jopë atyra si opcion juve, ju kanë shti me dalën për media për me lip paret. Kur i keni bë paret, i keni bë pagesën. Kur i keni bë pagesën, çfarë do të më shku me vazhdu historinë. Në bisedën e të cilën është lidhë dhe Elmazi, Po pse ju ne keni babai më duket se sa dhe jam të thana të sa. kur ju keni kërku kthimin e pareve, ai ka thonë keni marrë shërbim për këta. Unë po fol me ty, unë kom thonë. Unë nuk e videolin atje, po du me i kthy paret. Ti ke thonë paret nuk kthehen se paret janë të popullit. Po. Po kom thonë populli i ka për djalë temin ato janë. Po, e qartë. Më ke thonë ç'a bën ti me ato pare, ty sakojnë ato. E qartë, dëgjoj. Ai thej ke unë nëse u kthej këtyre parët, shkoja jap një shoqate, për shkak se dyshoj që ju po i merrni këto pare me i harxhuve. Ajo kanë arsye që mua ka thonë, ju thu këtyre individit parët nuk i kthehen, por i kthehen ndaj shoqate që e kryjnë këtë punë. Mirë po. Nëse më shëro djalli, çfarë të teprojnë pare ku me çish jam dal përmes media, mi lyp, po më dal përmes media, mi shpërndat, pare kush ka nevojë. Për shembull, Asi çfarë të vi mu për tjetër shka për në polici kur kam shkuar në kam dhënë deklarot, policia ka thënë kështu. Nëse parët kthehen, kushdo që ka dhënë pare, ato pare i kthehen prapë individit. Apo kupton? Po që shtu e mund shmeton i kthehen, se kurse Unë djalli ko vali nevojë Po. Ama, përsëri këtu është përsëri shumë e thjeshtë. Paret i kanë ardhur tina në çdo llogari. Po, do të thonë, nëse dikush është që do të m'ia kthye aty në paret, është 20.000. Nuk është ajo ciore. Sa ai ciore ka marrë 10.000 euro. Ai nuk e din që Hysnia, Sabria, ata tjetë kanë qitë pare për diaspor. Po, herën e parë 8.000 tjera. Kështu që çfarë po them, arsyetimi tina, as diçka zyrtarisht, që ky sen juve ju është thonë veç në telefon apo? A? Veç telefon. Tjetër, absolut. Mo me as me atë. Mos skënovi, se du nga me kërkan. Me i mirin kena posta kërë në Elmazin. Turkën mo që kanë shpesh të, i ka marrë ato sene, i ka lyp dokumentat, kur i ka kthy, ja kanë lyp dokumentat me na kthy për Turqia se na vyn, i ka kthy Elmazi. Edhe që ato kom thonë Elmaz, që 20.000 euro, qa bëhet më to? Ka thonë, mirë, nëse s'ju kryin shërbim, nëse s'bëhet spitali, diçka, ato pare tha kthehen, pa pik problemi, ato mos e mbanin vespile. Por është të thonë e gojaresht apo? E jo, kushdo nuk ka të shkrume, kushdo nuk ka... Kushdo? Tash në prokurori tha sot u morë tha kërkosh me rastin. Kur ke në prokurori? Në prokurori jëmë konë i kohë një 2 javë që është. Po, a? Okej.